Shkolla nëntëvjeçare Papa Kristo Negovani në Ersek organizoi ceremoninë e minimaturës, duke shënuar përfundimin e një etape të rëndësishme në jetën shkollore të nxënësve të klasave të nënta. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive dhe plot emocion. Këngët, vallet dhe përshëndetjet e nxënësve i dhanë ngjyra kësaj dite të veçantë, ndërsa prindër, mësues dhe të afërm ndoqën me interes programin artistik të përgatitur me rastin e minimaturës. Kulmin e festës e shënoi momenti simbolik i hedhjes së kapeleve në ajër nga minimaturantët, një gjest që shënoi mbylljen e një kapitulli të rëndësishëm dhe nisjen e një rruge të re në arsimin e mesëm. Mes emocioneve dhe kujtimeve, nxënësit shprehën mirënjohjen për mësuesit dhe familjet e tyre, duke ndarë njëkohësisht edhe pritshmëritë për sfidat e reja që i presin në të ardhmen. Sot është fundi i një kapitulli mreslënës dhe fillimi i një tjetri që shpresojmë të jetë po aq i mirë. Jam falenderuese ndaj prindërve dhe mësuesve. Minimatura është një hap shumë i rëndësishëm drejt së ardhmes, suksese të gjithëve. Ceremonia u kthye në një festë të bukur e cila shënoi jo vetëm përfundimin e ciklit nëntëvjeçar, por edhe fillimin e një rrugtimi të ri arsimor për të rinjtë e Ersekës.